me ata numra që ne i kemi pas, ja kemi ofru majorancës, ne i kemi dhonë zgjidhje edhe qysh me 15 prill ne do ta kishim kryetarin e kuvendit. Edhe kjo është në takatin dhe në kapacitetin çfarë ka KEA. Pra ne ja kemi ofru një zgjidhje, i kemi ofru 2 zgjidhje, i kemi ofru 3 zgjidhje, dhe po ofrojmë zgjidhje, pa kusht, pa asnjë thije, në më thonë interesi, nuk po bëhem këto lajkatar paratër të Kosovës. Jënë gjanat të cilat ne jemi të gatshëm i dëshmu publikisht në Parlamentin e Kosovës, në rast se ky nominon cilën do për këtyre ofertave që i kemi thonë na, e që janë të vetë vendosjes. Nuk janë oferta që ne po i thojmë atë voto deputetën time Kadria, ne po i thojmë deputetet e vetë vendosjes, ofroj, nominim, ne do t'i votojmë. Dhe vota e AK-s në këtë rast është mjaftueshëm për me kapërcy këtë krizë. Dhe më thonë, vetëm ai do të me bohapin e parë ndrimin e kandidatët. Zoti Radinaj, njëra prej ideve, njerëzit që kanë njohur zotin Kurtin, është bashkëpunëtor vetis që sot nuk janë pjesë e partisë, mirë, por mas përfundimit të zgjedhjeve kanë para pa, kanë dhënë deklarata për një situatë të tillë. Tash e fundit është që gjasat janë dhe kërkesat, ideja është që me shuvenin zgjedhjen në fund të gushtit. Na dim, edhe për me shuvenin zgjedhjen të gushtit duhet të prapë është ironi, është situatë e paimaginueshme, ironike, duhet me zgjedh prapë një marrëveshje, të konsistohet kuvendi mandej të shpërbohet të shkojmë zgjedhje. Ideja është të flitet që kjo është kërkesa e zotit Kurti për shkak se konsideron si krah të fortë diasporën për shkak të kalkulimit të votave, diku 27 gushti, 28 gushti me si ndatë e zgjedhjeve. Çka nëse dini para këtij akti të krimit? Tash, më thonë drejtën, po flasim, jena në situatë. Unë po flas si deputet i AK-s. AK-s i konvenon, sidomos me këto rrethana çfarë janë këto krizat, qoftë ekonomike, qoftë trajtimi i rrymës, qoftë këto reagimet qytetare, kjo për shkak tregu i lirë energjetik, kostoja e madhe, aferat korruptive që kanë shpërthy nëpër ministri, nëpër shitblerje të rrymës të energjisë në Kosovë, unë mendoj që faktura direkt do t'ju shkon vetë të gërbëçarë, vllazërit tanë e motrat tona që jetojnë jashtë, sepse Kosova fatkeqësisht nuk prodhon ndonjë gjë të madhe sa me majt veten përpos remitancav që i kemi prej diasporës. Edhe këto kosto shitblerje që i kemi të energjisë që llogaritën rreth 1 miliard euro në periudhën 3 vjeçare e pak, shumica për aty në cendë janë të diasporës tonë. Edhe po shihet edhe në përqindjet e matjeve që zoti Kurti ka një rami. Po unë nuk po flas se çfarë kalkulimi ka buaj, po kalkulimi i aleancës nuk është që bëhet funi botës, por mendoj që Kosovën bukur shumë e dëmtojmë në rast se ne do të kemi 3 parë zgjedhje për një vit. Dhe nuk e dim epilogun e rezultatit, ndoshta do ta kemi situatën e ngjajshëm edhe mas nëse do të kemi zgjedhje të jashtëzakonshme. Po ju konvenon për gusht. Na nuk humbim gjë, sepse unë mendoj që një rezultat çfarë kemi marrë, çfarë do forme do ta marrim më të mirë në zgjedhjet e ardhshme. Po e jamja është që me pa populli i Kosovës, kush është e bojkotu zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, krijimin e institucioneve të kuvendit dhe qeverinë e Kosovës. Ideja e zgjedhjeve lokale dhe nacionale të dhe kjo konsiderohet që është një strategji e zotit Kurti. Të marr parasysh zgjedhjet para 4 vjetëve, kur i merr 51% për zgjedhjet lokale, specifikat e zgjedhjeve lokale ndryshun. Absolut. A përkran një ide të tillë zoti? Se na dim si duhet një konsensus i këtë partive politike, është e pamundën. Absolut, unë besoj shumë edhe në fuqinë e presidentes këtë rast, se ajo duhet me dhënë një drejtim. Edhe mendoj që ka pas një tentativë në fillim, por që mbeti si pezull, nuk u kuptu mirë se çka u prodhu për atij takimi të parë kur i thirri lider, por gjithsesi tash jemi të qartë, fuqia e aleancës nuk është vendimarrje. Do të thonë ne nuk mund të përcaktojmë se si do të procedohet procesi. Por ne nuk do të ikim asnjë procesi. Ne jemi të punu jashtëzakonisht shumë në zgjedhjet përgatitjen për zgjedhjet lokale. Në rast se do të shkojmë në 2 parë zgjedhje, prapë unë shoh që aleanca teknikisht me ato kalkulimet tona nuk dëmtohet. Por pse di është dashur me shkruan zgjedhje kur ndoshta rezultati do të ishte i përafërt. Zoti Radinaj, sot Albelena Zgju, kandidatja për krye parlamentare, dha një deklaratë të çuditshme, thasë që çuditshme. Të marrë parasysh situatën, kemi 37 seanca. Tha nëse gjykata kushtetuese e kthen votimin e fshet, ndoshta edhe ekziston mundësia për më ndru kandidati. A beson një gjatë të tillë, që kishte më sinuzika bllokatës 37 seanca, pas timidimit të gjykatës kushtetuese më kthit pra më ndru kandidati. E shihni këto si bllov, si para përgatitje për vendimin, apo ndoshta si presion si sinjal për gjykatën kushtetuese. Cila kishte më kuptimin zoti Radinaj? Unë personalisht e vlerësoj zonën e Axheva dhe më çudit fakti qysh ajo ka pranu me dal një përmend emrin 37 seanca ty e ditë epilogun.
më thonë, ajo si një femën e fort, një familje ndershme, dhe më thonë, unë kumë prit që ajo ka me dalë publikisht dhe ka me u vetë dorheq për nominimit. Sepse me ndoj që jo ka i bote pa drejt edhe dëmtimit imazhit saj personal, sepse në opinion publik përshijet që egoja zonjës Haxheu dhe zotit Kurti është pikërisht blokimi i kuvenit. E tash unë mendoj që zonja Haxheu ishtë dash shumë mirë me mendu pak edhe për vetë vetën, qa është të bo. Qarë borgje i ka zotit Kurti për mjë në nështru 37 herë dhe më këthy në një skenë humoristike me memon në për rrjetet sociale, kur e din saksisht se sa deputet i ka për në kandidaturën e saj. Unë mendoj që zonja Haxheu ishtë dash shumë mirë me mendu këto se e ke fundit, nuk o fundit botës në rrasë se hapë kraën pak e në shënë rrugën kandidaturës tjetër. Dhe ajo ishtë dash të zhvillim ose këto diskutime me i kry mërëna subjektit të cilët e kanë nominu. Por si që duket edhe aty nuk po kuptohet mirë se qa po ndodhë. Me dhënë se unë po të thamë sinqerisht, unë flasë me çdo deputet Parlamentit Kosovës dhe me shumicën e deputetëve VVS, asa ta nuk e din qa po ndodhë. Me dhënë çdo herë që i pysim, a ka lëvizje, a keni bona jap, a keni ndërmarrë diçka, ku jemi, me dhënë veç i qojnë dhurët edhe kthejnë kryt ka padroni. Përgjigja që unë zëtë... Absolut, gjithmonë, unë po flasë që i kje dhe kolegë tu, që jeni në për hollët kuvenit, që jeni në për bufe, që ishë një deputet, shumica e deputetëve të vetë vendosës nuk kanë përgjigje. Ndoshta edhe s'kanë as mendim vetëm, po nuk ju kanë thonë diçka shka duhet me thonë. Dhe nuk komentojnë, sepse nuk kanë përgjigje. Së është e pa kuptem kjo situatë, kur 37 herë ki dështu që e të pritë. Zotë Haradinaj, kemi pas propozimin në Miran Biziku. Ne kemi edhe përzgjedhjen e presidentit 3 herë, kemi përzgjedhjen e kryeministit 3 herë, i kena shumë qartë. Po edhe një pyetje te presidenti. Presidenti ja nisi në takim. Si konsideron rolin e presidentës në krejt këtë krizë? 37 seanca, zotë Haradinaj, sot janë. 37 seanca. Pat një tentativë, do më thonë, pat një A ka si në tentativë. kry detyrës? A konsideron që ka kry detyrën e vetë? A ka po mjaftueshëm në rolin që ka presidenti Arjus Osman? Para punës presidentja nuk o dasht me leju aleancën një drejtu gjykatës kushtetuse, po dasht vetë presidentja. Se është edhe gardiani kushtetutës. Definitivisht. Dhe aja është dasht me drejtu gjykatës kushtetuese për vlerësim si dilet për i kësaj situate. Si do qoftë, jemi ku jemi. Tash, unë e kumë dëgju edhe në për studio, në për media edhe për i zyrës presidentet, që kanë thonë që e ka një draft të gatshëm. Por pëse o dash me prit 60 dit. Tash, okej, o shku një kërkes e OKS dhe deputetëve mbështet, se thatë jo që 2 parti tjera opozitare nuk kanë pranu, nuk është ashtu, se deputetët në nënshkrusjen të 3 partive politike opozitare. Dhe më thonë, nuk jemi veç në asjoka, po janë edhe të LDK-s edhe PDK-s në nënshkrus të kërkesës. Zoti Abdiziu ka deklaruar që nuk e voton kërkon, bili paralajmëroi, tha nëse lejohet. Kërkesën